kemi temën më të rëndësishme që është tema e bullizmit. Pasi të mbarojmë dhe të marrim pikët, do të shkojmë në çdo postacion ku do të vendosen të 6 skuadrat dhe do të shikojmë me vëmendje se si ata reagojnë ndaj kësaj teme, se si ata e perceptojnë. Pikë! 150 pikë! 105 pikë! Skajde, bravo! 110 pikë! 160! Ne mund të zgjedhim, dhe kjo është, le të themi, pushteti që ne kemi ndaj vetes sonë. E para njërë duhet ruajtur pjesa e qetësisë në momente kur ne jemi me nerva. Unë mendoj që bullizmi nuk është i mirë, sepse mund të shtirë një person të bëjë shumë gjëra të këqija. Mua më duket sikur s'të mundi ky bullizmi. Sikur dhe ata që bullizojnë nuk e kanë seriozisht, zemra tyre është bërë pisme, inate me gjëra. Janë emocione të këqija. Po, mund të kenë bullizuar aq shumë se ata mund të kenë marrë një natë të madhe për bëjnë. Sa e bukur. Dhe tani jemi gati për lojra. Shikoni pak si janë veshtuar. Jam auguri mirë për gjithë fëmijët që të marrin sa më shumë pikë. Jam për ju skuadra. Nuk i kësaj, se nuk të dëmin më kamët. Po pse mos i sjellim pak humor të mirë? Pse mos i bëjmë për të qeshur? Pse mos i bëjmë plot gëzim? Jemi tek një lojë tjetër tani. Ja ku jemi në mbasditën tonë, ku sot e dedikojmë vetëm për klubet që kemi zgjedhur për t'u argëtuar. Siç janë art and crafts, siç janë kërcimi, siç janë aktrimi, ping-pong, basketball, volleyball. Nuk e di nëse kam harruar ndonjë tjetër. Po, shah. Të gjitha këto i kemi sot mbasdite dhe po na shijon aq shumë fresku dhe dita e bukur që kemi shijuar. Më frymëzoi vlla im, sepse gjithmonë ai ka pas vizatuar pyje. Momenti më emocionues që unë jam shumë e lumtur kur e bëj këtë gjë. Prindrit kanë dërguar letra për fëmijët e tyre në kamp dhe unë si një postier i devotshëm dhe plot kurreshtje do të shkoj t'i shpërndaj dhe të shikoj reagimet e tyre. Me që letrën do ta lexosh në darkë, mamën të dërgon edhe unë baço, ti bona note, mashurka ime. Të dua pafund shumë. Më pëlqen kjo mesazhe, të dua shumë. Të dua shumë, edhe mos ke merak se po kënaqem shumë të shkoj mamën dhe babën. A je i lumtur? Ja ku kemi ditëlindjen e parë në kamp. Ana feston ditëlindjen e bën 12 vjeç. Jam shumë e sigurt që ka për të qenë një kujtim shumë i bukur dhe i veçantë këtu në kampin e Klea Uta Summer Camp. Po përveç se kësaj, kam edhe një urim që ka qenë mami dhe ne do të shkojmë t'ia japim dhe të shikojmë se si do të reagojë. Faleminderit e shtrenjta ime për gjithçka që më ke dhënë këto vite. Të jem mamaja jote është gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë. Në 100 vite të lumtura për ty
beba ime, të dua jeta ime. Mirë se erdhët në planetin e ditës. Toka e premtuar e guximtarëve ëndrremtar. Në këtë planet fëmijët mësojnë të udhëheqin, të shprehen, duke përdorur fuqinë e tyre të thellë dhe dashurinë për të ndihmuar njëri tjetrin.